Shqipëria hap grup kapitullin e fundit duke shënuar një moment historik. Kryeministri Rama dhe komisionerja e zgjerimit Marta Kos presin tortën kuqezin në Bruksel. Nis gjykimi ndaj ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj për dosjen Buka. Prokuroria e posaçme kërkon ekstradimin e tij për t'u përballur me drejtësinë. Lideri i opozitës Ali Berisha afirmos fletëthirrjen e SPAK për 21 janarin. Ish-kryeministri do të pyetet nga hetuesit për vrasjen e protestuesve në bulevard. Ministri i Financave njofton se gjitha bizneset online do pajisen me NIP. Projekt ligji jep fund informalitetit të subjekteve që nuk deklarojnë të ardhurat. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin e lajmeve të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Hapja e grup kapitullit të fundit u cilësua moment historik në Bruksel. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ja doli të bëjë realitet ëndrrën që pak kohë më parë ishte e pamundur. Për komisioneren e zgjerimit Marta Kos, kjo arritje është rezultat i reformave. Zyrtarja e Bashkimit Evropian mendoi edhe për ta festuar këtë moment duke prerë tortën me flamurin shqiptar. Shqipëria hyri këtë të hënë në një prej fazave më vendimtare të rrugtimit evropian, duke hapur negociatat për grup kapitullin e fundit, bujqësia dhe kohezioni. Për kryeministrin Edi Rama, ky është një moment historik, pasi Shqipëria në arkun kohor të 13 muajve çeli bisedimet për 35 kapituj që përcaktojnë rrugën e antarësimit të vendit tonë në BE. Today Albania comes out. Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie. Ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtë një kom të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian, më shumë se sa 90% e qytetarëve tanë. Në krah të kryeministrit Rama në konferencën Bruksel ishte ministri e jashtme e Danimarkës, vendi i cili ka presidencën e radhës së BE-s e komisionerja për zgjerimin, të cilat vlerësuan përpjekjet e Shqipërisë në rrugën e integrimit. If Albania continues on this path, në qoftë se Shqipëria vazhdon në këtë drejtim me të njëjtin fokus, ritëm dhe cilësi që kemi parë deri tani, jam e sigurt që antarësimi do të arrihet në një të ardhme shumë të afërt. Shqipëria e përket familjes europiane. Opening all clusters is a great success. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmimi real. Në fakt, suksesi juaj do të përcaktohet se sa mirë, sa shpejt miratoni dhe zbatoni legjislacionin evropian. Tani është momenti për të përshpejtuar, sidomos në fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias. Në përfundim të konferencës nuk mungoi as festa e cila simbolizoi hapjen e të gjithë grup kapitujve të negociatave. Një tortë me numrin 6 u dhurua nga komisionerja e zgjerimit Marta Kos si simbol i festës. Ndërsa kryeministri Edi Rama u dhuroi verë shqiptare zyrtarëve të Brukselit. Konferenca ndërqeveritare shënoi hapjen e të gjithë grup kapitujve që janë të nevojshëm në procesin e antarësimit në BE. Tani Shqipëria duhet të mbyllë secilin prej 35 kapitujve, duke miratuar ligje si ato të BE-s e duke i zbatuar këto ligje njësoj si në Bashkimin Evropian. Kur të mbyllen bisedimet për secilin prej kapitujve, fjalën e kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat do të votojnë për antarësimin e Shqipërisë në BE. Prokuroria e posaçme kërkon ekstradimin në Shqipëri të Arben Ahmetajt, i akuzuar për shpërdorim detyre në dosjen Buka. Ish numri 2 i qeverisë ndodhet në Zvicër ku ka kërkuar azil, ndërkohë SPAK po heton edhe një transfert prej 3 milion eurosh që dyshohet se është kaluar në Austri për llogari të Ahmetajt. Nis gjykimi për ish numrin 2 të qeverisë Arben Ahmetaj në akuzë për shpërdorim detyre me dosjen Buka, por që nga korriku i 2023-shit, ish zëvendës kryeministri është aratisur nga vendi. Tani më, ai është lokalizuar. Në seancën e parë, gjykata e posaçme lexoi shkresën e zyrës së Interpolit se Arben Ahmetaj ndodhet në Zvicër, vend nga ku kërkohet edhe ekstradimi i tij. Kjo është hera e parë që Ministria e Drejtësisë zyrtarizon kërkesën për rikthimin e ish numrit 2 të qeverisë, në atë dhe. Prokurori i posaçëm Elvin Gokaj tha se Ahmetaj ka shpërdoruar detyren me privatizimin e shoqërisë Buka SHA. Përmes këtij veprimi, Arben Ahmetaj lejoi që te prona e një familjeje të ndërtohet një kompleks pallatesh. Për këtë dosje, prokurori kërkon që të pyeten 14 dëshmitar.
Ndërkohë, gjatë hetimit, SPA ka rënë në kontakt me një shumë të madhe parash prej 3 milion eurosh, të cilat janë transferuar nga Shqipëria në Austri. Transferues është Lirim Fezollari, personi që përfitoi nga privatizimi i trojeve, ku dikur ishte ndërtuar fabrika e bukës, e koha, sipas prokurorit, përkon me të njëjtin moment të privatizimit. Organi akuzës ka dyshime se në fakt, përfituesi final i kësaj shume ishte Arben Ahmetaj, ndaj për këtë çështje ka çelur një tjetër procedim penal për korrupsion dhe pastrim parash. Hetimet për ish numrin 2 të qeverisë për këtë vepër penale kanë filluar pas kallëzimit të bërë nga familja Myderizi në vitin 2018, e cila është dëmtuar në këtë proces si trashëgimtare e pronës së paluajtshme. Aktualisht ish-zvenc kryeministri Arben Ahmetaj është në kërkim ndërkombëtar për 3 vepra penale: korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie me inceneratorin e Elbasanit. Kryeministri Edi Rama u prit nga kryeministri i Holandës Dick Schoof. Dy liderët theksuan rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve. Më vonë, gjatë ditës, kryeministri Rama pritet të vizitojë Institutin Holandez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, një nga institucionet më të rëndësishme kërkimore në Evropë në fushën e diplomacisë, politikës së jashtme dhe menaxhimit të krizave. Rama do të mbajë një fjalë përpara ekspertëve dhe studiuesve të institutit, si dhe do t'i përgjigjet pyetjeve në një sesion të posaçëm diskutimesh. Sali Berisha mori zyrtarisht njoftimin për t'u paraqitur në prokurorinë e posaçme për dosjen e 21 janarit. Ish kryeministri këmbguli se 2 herët e kaluara nuk e kishte marrë fletëthirrjen në asnjë nga adresat e tij. Nga SPA-ku ka detyrimin që të paraqitet 2 herë në muaj, Sali Berisha la të kuptohej se mori dieni për fletëthirrjen për të dëshmuar për 21 janarin të premten. Në 14 nëntor, prokuroria e posaçme njoftoi zyrtarisht se Berisha kishte refuzuar të firmoste 2 urdhërthirrjet, atë të datës 3 nëntor e atë të datës 7 nëntor, për të marrë në pyetje nga prokurori që po heton ngjarjen. Mirëpo këtë të hënë, Berisha mohoi që SPA-ti kishte dërguar fletëthirrje, përndryshe ai do të ishte përgjigjur e do të kishte dhënë deklarime. Në mënyrë absolute, nga data 3, deri sot, asnjë person nuk më ka ardhur të më thotë orë dhe datë, me dorëzoj një letër, dhe asnjë person nuk rezulton të ketë marrë përsipër një gjë të tillë. Po në postën tuaj elektronike, zoti Berisha? Unë kam 2 poste elektronike. Njërin e kam timen, tjetra është e parlamentit, të cilin unë nuk e përdor. Unë kam një numër telefoni që e njeh gjithë bota. Nuk më kanë thirrur asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. Mirëpo pak orë më pas pak pranoi zyrtarisht se Berisha e firmosi fletëthirrjen, por pa dhënë më shumë detaje. Sot, më datë 17/11/2025, gjatë zbatimit të masës detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme, zoti Sali Berisha është njohur dhe ka nënshkruar urdhërthirrjen lidhur me procedimin penal numër 138 të vitit 2024, çështja e 21 janarit, përmes së cilës i kërkohet të paraqitet në prokurorinë e posaçme në datën dhe orën e caktuar. Që në 15 korrik të vitit të shkuar, kur SPA-ku detyrua nga gjykata e lartë të rihap dosjen e 21 janarit, 8 persona janë thirrur në prokurorinë e posaçme për të dëshmuar, e shumë të tjerë pritet të paraqiten. Ndër zyrtarët më të lartë që kanë dëshmuar në SPAK janë ish-ministrat e brendshëm Lulzim Basha dhe Sajmir Tahiri, të ndjekur nga ish-ligjvënësit socialist Xhemal Qefalia, Armando Prenga e Arben Çuko. Vendimi i gjykatës së lartë u parapri nga një tjetër vendimarrje, ajo e gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg, ku çështja Nika kundër Shqipërisë u fitua. Strasburgu i dha të drejtë familjarëve të Alex Nikës, duke i konsideruar vrasjet krim shtetëror. Ka qenë pikërisht vendimi unifikues i gjykatës europiane, që detyroi edhe gjykatën e lartë të jepte dritën jeshile çeljes së hetimeve të dosjes 21 janari, e përrjedhoi, vuri edhe SPA-ku në lëvizje. Procedimi penal është regjistruar për 3 akuza të rënda: vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Pasditja e kësaj të hëne shënon nisjen e protestave të opozitës kundër qeverisë. Lideri i Demokratëve Sali Berisha ka shpjeguar se kërkesa kryesore është dorëheqja e kryeministrit Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Partia Demokratike nisot protestat kundër qeverisë për herë të parë pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Sot, populli opozitar inauguron fillimin e foltores së parlamentit qytetar, parlamentar para ndërtesës së kryeministrisë
me kërkesën e prerë dhe të vetme, dorëheqjen e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut si hapi parë për të ecur drejt një qeverie teknike dhe zgjedhjeve të lira të ndershme. Protesta do të fillojë në orën 18 e parashikohet të zgjasë rreth 120 minuta. Në këtë protestë do të flasë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, rreth 10 deputetësi dhe disa mbështetës të opozitës. Përveç kërkesës për dorëheqjen e Edi Ramës dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku, tubimi është konceptuar si një hapësirë ku opozita do të diskutojë për çështje të ndryshme, për të cilat nuk mund të diskutojë në seancë plenare, pasi prej fillimit të legjislaturës, majoranca në shumicën e seancave ka vendosur të ndërpresë diskutimet e të kalojë në proces votimi. Protestat e opozitës nuk do synojnë të kenë pjesëmarrje të lartë, por do të jenë të qëndrueshme. Burime pranë Partisë Demokratike bëjnë me dije se ato do të zhvillohen çdo javë para zyrave të kryeministrit Edi Rama, me të njëjtin model si protestat që u zhvilluan para bashkisë për rreth 10 muaj me radhë. Kërkesa për një mocion me debat për minimumin jetik është rrëzuar nga socialistët në konferencën e kryetarëve. Pas kësaj, demokratët deklaruan se kjo është një sjellje e përsëritur e shumicës që sipas saj synon të shuajë zërin e opozitës në parlament. Majoranca socialiste në konferencën e kryetarëve rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për zhvillimin e mocionit me debat për mungesën e një ligji për përcaktimin e minimumit jetik. Masa e ndihmës për personat e papunë apo ndihma ekonomike për familjet me të ardhurat të ulta është rreth 40.000 lekë të vjetra. Dhe zoti Balla do duhet t'i shpjegoj shqiptarëve, a mundet ai vetë personalisht të jetoj me 40.000 lekë të vjetra në muaj, siç në fakt jeton një numër i konsiderueshëm i familjeve shqiptare. Kur vjen dhe kërkon dua një mocion me debat për minimumin jetik, ndërkohë që ke duke diskutuar buxhetin, ndërkohë që e di fare mirë që ky është buxheti më i madh në histori, ky është buxheti më i madh në histori që ka brenda vetes edhe pjesën më të madhe që i ka alokuar në herë buxheti politikave sociale, 1.8 miliard euro, janë pikërisht para që qeveria shqiptare i ka çuar për politikat natyrës sociale. Kjo nuk është hera e parë që Partia Socialiste rrëzon kërkesat e opozitës, pasi prej mesit muajit shtator kur nisi parlamenti, majoranca ka rrëzuar 5 mocione me debat, 3 kërkesa për komisione hetimore e 2 kërkesa për interpelanca me kryeministrin. Në këtë situatë, Partia Demokratike akuzoi socialistët se po mbyllin çdo hapësirë që rregullorja kushtetuta kanë sankcionuar për opozitën. Ama është fakt dhe jo një gënjeshtër e gazetarëve, siç akademiku Balla u përpoq ta servirte në opinionin publik, që deri tani janë miratuar me 10 ligje në 2 muaj të kësaj legjislature dhe për asnjërin nga ligjet e miratuara nuk është lejuar debat parlamentar. Në asnjë prej ligjeve nuk ka patur diskutime në parim, ashtu siç urdhëron Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe rregullorja e Kuvendit. Nga 10 mbledhje që parlamenti i ri ka kryer, vetëm një seancë është zhvilluar normalisht, duke diskutuar të gjitha pikat e rendit të ditës. Në 9 seancat e tjera, kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla ka kërkuar ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin në votim. Nuk është e vërtetë. Unë po të jap një shifër dhe po të them, janë 40 orë debat për këtë baj përgjegjësi nëse. Dhe janë 40 orë debat. Në seancën e fundit në parlament, deputetët diskutuan vetëm për institucionet e pavarura që raportuan atë mbledhje, ndërkohë 7 ligjet e parashikuara në rendin e ditës u votuan pa lejuar asnjë diskutim për shkak të gjuhës që kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përdori ndaj ambasadorit të PS në Tiranë, Silvio Gonzato. Në 2 ditët e ardhshme, Shqipëria do të përfshihet nga moti i keq me rreshje masive dhe stuhi. Emergjencat civile parashikojnë përmbytje në disa zona. E përpasoj autoritetet kanë marrë masa duke nisur që nga kaskada e Drinit e deri në lumin e Vjosës. E marta dhe e mërkura pritet të shoqërohen me rreshje të dendura shiu, të shtrira thuajse në të gjithë territorin. Autoritetet kanë dhënë paralajmërime për përmbytje në disa zona, veçanërisht në Fushë Shkodër. Do të ndaloja në situatën e Fushë Shkodrës. Kanë marrë masat nga kesh për të krijuar volume në të 2 basenet
dhe për të mbledhur kështu ujin pa shënë nevoja që ta hapen portat. Megjithatë, intensiteti në atë zonë, pra në gjithë zonën e Kaskadës, do të jetë shumë i lartë. Intensiteti më i lartë i rreshjeve pritet ditën e martë, duke rritur rrezikun e vërshimeve të ujit. Pjesa e baseneve të Komanit dhe të Vaut të Des do të kenë intensitet rreshjesh mesatare dhe të larta, çka do të ndikoj, besoj, edhe në të njëjtën sistem edhe në pjesën e Nën Shkodrës apo dhe të Lezhës. Në pjesën jugore pritet që intensiteti në Gjirokastër të jetë më i lartë, çka sjell shpeshherë edhe ngritjen e nivelit edhe të nivelit të Vjosës. Kemi një shtrirje të madhe disa ditore të rreshjeve, ndaj dhe koordinimi në kohë reale është i domosdoshëm me të gjitha bashkitë dhe strukturat e tyre, në mënyrë që të mos kemi asnjë zonë të pambulluar, qoftë kjo me mjete, qoftë me mjete të reagimit të shpejtë. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes të shtuar nga ana e qytetarëve, sidomos në zonat me më shumë rrezik, ndërsa në qytetet bregdetare është pezulluar lundrimi për mjetet e vogla. Një sasi e madhe mistri ardhur nga Serbia mbetet e bllokuar në doganën e Hanit të Hotit. Autoriteti kombëtar i ushqimit sqaron se po priten rezultatet e analizave për të parë nivelin e aflatoksinës. 21 kamion qëndrojnë prej ditësh të bllokuar në doganën e Hanit të Hotit në Shkodër, pika kufitare që lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Në këto kamion gjenden plot 520 ton misër që vendin e origjinës e kanë në Serbi dhe autoritetet shqiptare dyshojnë se ai përmban nivel të lartë aflatoksine B1, një substancë tepër e rrezikshme për shëndetin e kafshëve. Deri më tani janë kryer analiza për 4 ngarkesa, të cilat kanë rezultuar me nivel të lartë të aflatoksinës, ndërkohë që pritet përgjigje analizave për 17 ngarkesat e tjera. Rritja e kontrolleve ka qenë më intensive, sidomos në pikën e kontrollit kufitar të Hanit të Hotit, pasi dhe importi është më i lartë në Han të Hotit. Mund të them që jemi të fokusuar për rritjen e eficiencës së strukturës dhe kontrollin më të avancuar të situatës. Haderi tregon procedurën që do të ndiqet me sasinë e bllokuar. Procedurat e bllokimit janë deri në daljen e analizave, deri në dalje të analizave zyrtare. Pastaj do të procedojmë o me kthim ngarkesat mbrapa ose me azhësim të produktit, nëse ka rezultate pozitive. Qarku i Shkodrës regjistron kështu sasinë më të madhe të misrit të sekuestruar nga AKU në dogana që arrin në 520 ton. Kjo substancë kancerogjene infekton jo vetëm kafshët, por edhe njerëzit që konsumojnë mishin e qumshtin. Aflatoksina dëmton mëlçin dhe organet e tjera jetësore. Në lidhje me këtë aksion, më herët ka pasur edhe një bllokim të një ferme në fshatin Trush, pasi rezultonte se furnizohej me misër blektoral nga subjekti ndaluar në dogan. Ministri i Financave Petrit Mala njoftoi sot në komision se të gjitha bizneset online do të pajisen me NIPT. Projekt ligji i ri synon të jap fund mos deklarimit të ardhurave nga këto subjekte, numri të cilave është gjithnjë në rritje. Shitjet online po rriten me ritme të shpejta në Shqipëri, por një pjesë e madhe e këtij tregu vijon të funksionojë në mënyrë informale. Për këtë arsye, Ministria e Financave ka ndërmarrë masa të reja duke propozuar një projekt ligj që është pjesë e paketës fiskale për vitin e ardhshëm. Ky draft synon të vendosë rregulla të qarta për të gjitha faqet online që operojnë pa NIPT biznesi ose që nuk deklarojnë të ardhurat. Vendosim për herë të parë detyrimin që bizneset online të publikojnë të dhënat e tyre identifikuese, siç janë emri tregtar, NIPT-i, adresa e të tjerë. Kjo është një masë që ne e konsiderojmë të drejtë dhe të domosdoshme që i shërben mbrojtjes së konsumatorëve. AKEP-i, në rast se do të ketë shkelje, ka dhe të drejtën për të pezulluar aktivitetin e subjektit që operon online. Paralelisht me rregullimin e tregut online, qeveria po ndërmerr hapa konkret për të ulur përdorimin e paras kesh në ekonomi. Operatorët privat të sektorit të turizmit dhe transportit do duhet të pajisin me pajisje elektronike të pagesave POS, ndërsa bizneset e sektorëve të tjerë do të kenë kufizime të reja për pagesat në kesh. Bizneset të cilat do të lejohen të kryejnë transaksione në kesh me njëra tjetrën deri në shumën 100.000 lek nga 150.000 lek që parashikohet aktualisht në kuadrin ligjor. Mbi këtë shumë, pra mbi shumën 100.000 lek, çdo biznes do duhet ta kryejë pagesën nëpërmjet bankës.
Gjithashtu, bizneset do të lejohen të shesin për konsumatorët mallra dhe shërbime me para në dorë deri në shumën 500.000 lekë. Vitin e ardhshëm, gjithashtu, brenda datës 30 maj 2026, çdo biznes që operon në sektorin e turizmit, edhe në atë të transportit, përveç pagesave kesh, do të duhet të garantojë forma alternative të pagesave elektronike, ku përfshihen pagesat me karta krediti dhe debiti apo forma të tjera elektronike. Ministri Male prezantoi dhe projekt ligjet e tjera tashmë të bërë publike, si falja detyrimeve tatimore dhe doganore, rivlerësimin e pronave me 5%, si dhe rimbursimi me 10% të fermerëve për çdo faturë të marrë nga grumbulluesit. Njërisi tjetër e paketës fiskale është se klubet sportive dhe vetë sportistët do të përjashtohen nga tatimi mbi të ardhurat që vijnë nga sponsorizimet, një masë që pritet të sjellë zhvillimin e sportit në vend. 17 nëntori shënon për vjetorin e çlirimit të kryeqytetit nga pushtuesit. Në kujtim të kësaj date u zhvilluan ceremoni për të nderuar të rënët e luftës. Tirana festoi 81 vjetorin e çlirimit, një ngjarje që mbetet e shenjtë në kujtesën e qytetit dhe të gjithë kombit shqiptar. Qytetarët dhe përfaqësues të institucioneve u mblodhën për të nderuar ata që luftuan për lirinë e kryeqytetit dhe për të rikujtuar datën historike të 17 nëntorit 1944. Kryetaria e komanduar e bashkisë, Anuela Ristani, theksoi se çlirimi i Tiranës nuk ishte thjesht një fitore ushtarake, por simboli i guximit dhe vendosmërisë së një populli që nuk pranoi kurrë të dorëzohej. Sot dhe çdo vit që e kujtojmë 17 nëntorin, nuk nderojmë vetëm një datë, ne nderojmë një trashëgimi. Atë të njerëzve që nuk u dorëzuan, që besuan se Tirana mund të çojë në këmbë përtej errësirës asaj më të thellë që kishte njohur bota. Kujtojmë jo vetëm çlirimin e një qyteti, por çlirimin e shpirtit të një kombi. Dhe pikërisht me këtë ndjenjë, me këtë besim, të hekur tek Tirana, tek njerëzit e saj, tek e ardhmja që ndërtojmë së bashku, jemi mbledhur këtu sot. Sepse qyteti ynë vazhdon të ndryshojë, vazhdon të rritet, të sfidojë veten, ashtu siç ka bërë dhe siç ka shkruar çdo kapitull të historisë së tij, me dinjitet. Ristani nënvizoi se kjo datë nuk shërben vetëm për të rikujtuar fitoret e së shkuarës, por për të konfirmuar detyrimet ndaj të ardhmes. Spektakli Albania's Got Talent premton surpriza edhe në mbrëmjen e sotme në ekranin e Vision Plus. Konkurrentët do të përballen me gjykimin e juris, duke synuar të bëjnë për vete Agron Llakajin, i cili është i vetmi nga antarët që nuk ka shtypur butonin e artë. Sonte në mbrëmje vjen nata e 5 të audicioneve të Albania's Got Talent, spektaklit që po thyen rekorde shikueshmërie në ekranin e Vision Plus. 4 antarët e juris, Agron Llakaj, Adelina Ismaili, Elsa Lila dhe Castro Zizo, do të përballen sërish me sfidën e vështirë të përzijedhjes së talenteve më të spikatur, që do të vijojnë garën drejt netëve gjysmë finale. Në çdo puntat, vendimet e tyre janë jo vetëm të ndjeshme, por shpesh edhe emocionuese, duke i vendosur ata përballë dilemave të mëdha. Tani Castro, për herë të parë, thuaje me zë të lartë, cili është numri jot? Ndërsa audicionet po i afrojnë fazës finale, konkurrentët e rinj po kërkojnë të sigurojnë Golden Buzzerin e mbrëmjes, duke ju bashkuar 3 finalistëve të deritanishëm: Diego Zelkës, Nikolas Bushit dhe iluzionistit Dashnor Bushi. A do të mundet ndonjëri prej tyre të bind Agron Llakajin, antarin e vetëm të mbetur të juris, i cili ende nuk e ka shtypur butonin e artë? Hoara me lëvizjet e saj të veçanta në kërcim, Break the Floor që vijon të ruaj traditën e bukur të valleve, Voglushja Emma që pushtoi skenën me zërin e saj e të tjerë, ishin sërish interpretimet që kanë rëmbyer vëmendjen e audiencës gjatë kësaj jave. Ky produksion e Vision Plus premton një tjetër të hënë magjike. Mos u mbisni prezantimin e talenteve të radhës, por edhe shumë surpriza sonte në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.